Babai i Malit dërgohet me urgjencë në spital. Nuk përballoi komentet. Situata emocionale pas tentativës për të pajtuar në ekran ka marrë një rrjedhë negative për familjen e banorit të Big Brother VIP 5, Mali. Babai i tij, Faik Redkoceri, është dërguar me urgjencë në spital si pasojë e një rëndimi të gjendjes shëndetësore, duke e bërë të pamundur pjesëmarrjen e tij në emisionin Ftesë në 5. Lajmi u bë i ditur nga moderatorja Bjeta Sulo, e cila sqaroi se kontakti me Faikun ishte i pamundur pak minuta para nisjes së programit. Në vend të tij, telefonatës ju përgjigje motra, Rema Redkoceri, e cila njoftoi stafin se vëllai i saj ndodhej nën kujdesin mjekësor. Faiku nuk e ka përballuar dot valën e madhe të komenteve dhe reagimeve kritike në rrjetet sociale pas shfaqjes së tij të fundit televizive. Sipas familjarëve, ai po merr serum, infuzion dhe gjendja e tij psikologjike është mjaft e rënduar. Kjo vjen pas mbrëmjes së të shtunës, ku ai tentoi të takonte djalin pas 7 vitesh largësi, por Mali refuzoi ta takonte brenda shtëpisë, duke preferuar një përballje private jashtë kamerave. Kjo ngjarje ka rindezur debatin mbi ndikimin që kanë komentet e publikut të njerëzit që nuk janë pjesë e botës së televizionit. Edhe pse Mali u tregua i prerë në vendimin e tij për të mos e takuar tatin para publikut, reagimi agresiv i ndjekësve në internet duket se ka goditur drejt për drejt shëndetin e prindit të tij,